Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kosova feston sot 18 vite nga shpadhja e pavarësisë me aktivitete shtetërore dhe omazhe në Prishtinë. Udhëheqësit institucional theksuan sakrificat historike dhe domosdoshmërinë e bashkimit për të ardhmen. Mesazhe mbështetje erdhën dhe nga Shqipëria dhe partner ndërkombëtar. Valvitja solemne e flamurit shtetëror në Prishtinë hapi manifestimi zyrtar të 17 shkurtit ditës që shënon shpalljen e shtetësisë së Kosovës pas një historie të gjatë përpjekjesh dhe sakrificash. Në mesazhin e drejtuar qytetarëve, presidenti Vjosa Osmani theksoi rëndësinë e unitetit dhe reflektimin në këtë përvojë simbolike, duke kujtuar brezat që kontribuan për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Ai u shpreh se kjo është një ditë kur qytetarët bëhen bashkë, jo vetëm për të festuar shtetin e ri që po hyn në moshën e pjekurisë, por edhe për të nderuar të gjithë ata që sakrifikuan jetën që Kosova sot të gëzojë lirinë. Sipas saj, rruga drejt shtetit ka qenë shekullore dhe përtej dekadave të fundit janë breza të tërë që kanë dhënë gjithçka për këtë ditë. Në mbledhjen solemne të qeverisë, kryeministri Albin Kurti theksoi se 18 vjetori është një moment feste, por edhe reflektimi për rrugtimin historik të popullit shqiptar në Kosovë. Ai nderoi rezistencën ndër vite, nga lëvizjet paqësorë deri te luftat e ushtrisë shërbimitare të Kosovës, duke theksuar se pavarësia ishte rezultat i një sakrifice kolektive. Kurti kujtoi gjithashtu ish-krerët e UÇK-s që po përballen me procesin gjyqësor jashtë vendit, duke i cilësuar si pjesë e rëndësishme të historisë së çlirimit. Ai shtoi se pavarësisht se shteti është i ri, identiteti, gjuha dhe kultura e popullit janë të lashta dhe se çdo qytetar, pa dallim etnie apo feje, është i barabartë para ligjit. Në kuadër të ceremonive, krerët institucional bën homazhe në disa prej pikave më simbolike të kryeqytetit, përfshirë monumentin e të pagjeturve në Sheshin Ibrahim Rugova, si dhe të pllakave përkujtimore të fëmijëve të vrarë në oborrin e kuvendit. Nderime u kryen edhe te varri i veprimtarit Adem Demaçi, ndërsa homazhet përfunduan në kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz, ku përkujtua sakrifica e familjes Adem Jashari, simbol i rezistencës dhe luftës për liri. Në këtë përvjetor, mesazhi kryesor i institucioneve ishte i qartë: ruajtja e unitetit, forcimi i shtetit ligjor dhe vazhdimi i rrugës drejt integrimeve euroatlantike mbeten prioritet kryesor për të ardhmen e Kosovës. Me ceremoni zyrtare, ngritje flamuri dhe homazhe për herojë që rënë, Kosova kremtoi sot 18 vjetorin e shpadhjes së pavarësisë. Presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti theksuan rëndësinë e bashkimit kombëtar dhe përkushtimit ndaj forcimit të shtetit. Gjatë aktivitetit u kujtuan sakrificat e brezave dhe roli i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në arritjen e lirisë dhe shtetësisë. Atmosferë festive, simbole shtetërore dhe emocione të forta shoqëruan kremtimin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, një datë që konsiderohet gur themeli në rrugtimin e saj drejt ndërtimit të një shteti demokratik dhe funksional. Aktivitetet nisën me ceremoninë e ngritjes së flamurit në oborrin e qeverisë në praninë e krerëve më të lartë të institucioneve. Presidenti Vjosa Osmani e cilësoi këtë përvjetor si një moment të reflektimit kombëtar, duke kujtuar sakrificat shumëvjeçare që të çuan drejt lirisë dhe shtetësisë. Ajo theksoi se uniteti mbetet çelësi për formimin e vendit dhe përballimi i sfidave të së ardhmes. Në ceremoni morën pjesë edhe kryeministri Albin Kurti dhe drejtues të tjerë institucional. Një nga momentet më simbolike ishte parakalimi i pjesëtarëve të forcave të sigurisë së Kosovës dhe policia e Kosovës, që solli një ndjesi krenarie dhe respekti për institucionet e sigurisë. Pamjet u transmetuan drejt për drejt, duke mundësuar qytetarëve brenda dhe jashtë vendit të ndiqnin festimet në korale. Në seancën solemne të kuvendit, Osmani kujtoi se rruga e Kosovës ka kaluar nga vuajtja në dinjitet, duke vlerësuar luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës si një përpjekje të drejtë për liri. Sipas saj, përpjekjet për të njollosur atë periudhë dëmtojnë vetë themelet e paqes dhe shtetësisë. UÇK-ja është ideali më i madh që kanë ndërtuar shqiptarët ndër shekuj. Ajo është zemra e rezistencës sonë kombëtare dhe përgjigjja e një populli të shtypur ndaj një regjimi genocidal. Kjo luftë ishte gjithnjë e drejtë, gjithnjë e pastër dhe gjithnjë e domosdoshme. Së bashku me mira luftëtarë të tjerë dhe me mbështetjen e palëkundur të popullit të Kosovës, u ngritën për liri, për dinjitet dhe për të drejtën e patjetërsueshme për të jetuar të lirë në atë dheun e tyre. Mesazhe mbështetje erdhen edhe nga presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj në fjalën e tij përpara deputetëve, ku theksoi se pavarësia e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm dhe një arritje historike për mbar kombin shqiptar. Sot Kosova mbush 18 vjeç. Kosova është një histori e
jetuar suksesi. Një histori që bën krenar kombin ton dhe të gjithë ata që luftuan dhe kontribuan gjatë viteve e dekadave, por bën krenar gjithashtu edhe miqtë e partnerët tanë strategjik, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkësinë Perëndimore. Në fjalën e tij, Kurti rikujtoi sakrificat e brezëve dhe theksoi se pa rezistencën paqësore të viteve 90 dhe luftës çlirimtare nuk do të ekzistonte shteti i sotëm. Ai bëri thirrje për ruajtjen dhe forcimin e institucioneve në mënyrën më të mirë për të nderuar dëshmorët. Ndërsa kujtojmë datën e shpalljes së Republikës, brengosemi që krerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës e të Republikës Kosovës po akuzohen padrejtësisht sepse ata guxuan të marrin armët për liri kundër shtypjes një shekullore dhe kundër një regjimi gjenocidal. Akuzat e prokurorisë speciale në Hag për krime kundër njerëzimit nuk qëndrojnë. Ato nuk marrin parasysh kontekstin historik e politik të luftës sonë çlirimtare, së cilës ja detyrojmë lirinë e sot. Krime kundër njerëzimit ndaj popullatës civile shqiptare ka kryer Serbia e Miloševićit. Kërcënim për përsëritjen e tyre është sot Serbia e Vučićit. Barazimi mes krerëve tuçekës dhe një regjimi gjenocidal është i paqëndrueshëm dhe i papranueshëm për ne. Kosova e shpalli pavarësinë me 17 shkurt 2008 me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shumicës së vendeve të Bashkimit Evropian, që atëherë vendi ka punuar për konsolidimin e shtetit ligjor, rritjen e sigurisë me mbështetjen e NATO-s dhe zgjerimin e njohjeve ndërkombëtare, ndërsa vijon të përballet me sfida politike e diplomatike në rrugën e integritetit të plotë. Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi mesazhin e urimit të kryediplomatit Marco Rubio për popullin e Kosovës në rastin e 18 vjetorit të pavarësisë. Washingtoni rikonfirmon mbështetjen e palëkundur për sovranitetin, sigurinë dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Edhe presidenti Donald Trump përsolli një mesazh të veçantë urimi dhe vlerësimi për rolin e Kosovës në sfidat globale. Në përvjetorin e 18 të shpalljes së shtetësisë, Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur publikisht mbështetjen e tyre strategjike për Kosovën përmes një mesazhi zyrtar të shpërndar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Shefi i diplomacisë amerikane Marco Rubio uroi qytetarët e vendit duke theksuar se partneritetin e fortë mes dy shteteve. Në deklaratën e tij, Rubio nënvizoi se SBA-ja do të vijojë të qëndrojë për krah Kosovës në forcimin e sovranitetit dhe integritetin territorial, si dhe në konsolidimin e sigurisë dhe institucioneve demokratike. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit ekonomik duke shprehur besimin se rritja e shkëmbimeve tregtare dhe investimeve do të sjellë përfitime konkrete për të dy popujt. Kryediplomati amerikan vlerësoi edhe kontributin e Kosovës në nisma ndërkombëtare të udhëhequra nga SBA-ja duke falendëruar për rolin e saj si anëtare themeluese e Bordit të Paqes dhe për angazhimin dhe promovimin e stabilitetit dhe sigurisë globale. Më herët edhe presidenti Donald Trump kishte përcjellë një mesazh urimi ku e cilësoi Kosovën si një partnere të besueshme të Washingtonit. Ai përmendi angazhimin e Prishtinës në mbështetje të përpjekjeve ndërkombëtare për menaxhimin e krizave, duke përfshirë zhvillimet në Ukrainë, Gaz dhe zona të tjera të tensionuara. Mesazhet e fundit nga Washingtoni konsiderohen si një tjetër sinjal i vazhdimësisë së aleancës mes dy vendeve në një moment kur Kosova synon të forcojë pozitën e saj ndërkombëtare dhe bashkëpunimin me partnerë strategjik. Në 18 vjetorin e pavarësisë, ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka vlerësuar rolin e Kosovës duke theksuar se vendi tashmë është një shtet funksional dhe demokratik. Ai nënvizoi se anëtarësimi në organizatat ndërkombëtare kërkon reforma të qëndrueshme dhe përmbushje të angazhimeve ndërkombëtare. Në përvjetorin e 18 të shpalljes së shtetësisë, Kosova ka marrë një tjetër mesazh mbështetjeje nga një prej zërave më të njohur diplomatik amerikan. Ish ambasadori Jeffrey Hovenier ka theksuar se vendi ka bërë hapa të dukshme përpara në ndërtimin dhe konsolidimin e institucioneve, duke cilësuar rrugtimin e drejtanishëm si një histori suksesi. Në një intervistë për Radio Europa e Lirë, diplomati u shpreh se Kosova nuk mund të konsiderohet më një shtet tranzicioni, por një demokraci funksionale që ka ndërtuar themelet të forta të shtetit ligjor. Sipas tij, qytetarët meritojnë vlerësimin për përpjekjet dhe sakrificat që kanë bërë ndër vite për të forcuar pavarësinë dhe stabilitetin e vendit. Megjithatë, Hovenier theksoi se sfidat mbeten të pranishme. Ai nënvizoi se aspiratat për anëtarësimin në Këshillin e Evropës dhe Bashkimin Evropian dhe në NATO kërkojnë angazhim konkret dhe hapa të besueshëm përpara partnerëve ndërkombëtar. Sipas tij, vendimarrja duhet të jetë e kujdesshme dhe e përgjithshme për të futur mbështetje në aleatëve strategjik. Një theks i veçantë u vendos
Vendoset e dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, procesi ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ku Kosova duhet të përmbush detyrimet e marra për të ruajtur kredibilitetin ndërkombëtar. Po ashtu, ish ambasadori vlerësoi se zhvillimi ekonomik duhet të jetë prioritet duke theksuar nevojën për politika që të rriqen investimet të huaja dhe krijojnë kushte më të paborshme për sektorin privat në mënyrë që ekonomia e vendit të bëhet konkurruese me tregun global. Mesazhi ishte si një inkurajim për rritjet e drejtanishme, por edhe si një thirrje për hapa më të vendosur drejt integrimit euroatlantik. Festimet e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës nuk u kufizuan vetëm në vendin Nam. Në qytetin e Kavajës, në sallën e kinemas së qytetit, u organizua një aktivitet festiv, ku nxënësit e shkollës Herbert shpalosën këngë, poezi, valle dhe dramatizime. Ky festim ka një kuptim të veçantë për banorët e fshatit Qerret. Shumica e tyre janë prej Kosovës dhe kanë sjellë traditën dhe dashurinë për vendin e tyre në këtë komunitet. Studiuesi i mirënjohur, Xhafer Xhihani, gjatë fjalës së tij, theksoi rëndësinë e lidhjes historike dhe kulturore midis Qerretit dhe Kosovës. Treva e Kavajës dhe sidomos 210 banorëve të ardhur nga krahinët e pjesës së Kosovës që jetuan në atë që quhet Stani i Ri, ato ju gjinën ndihmë me ilaçe, me kinina, luftë kundër malarjes, ju dhanë tokë, ndërtuan 50 shtëpi dhe ju dhanë nga një lodh dhe një makinë për të lindur nanave kosovare që të lindin fëmijët në për spitalet që ishin në atë kohë. Kjo është një histori që nuk duhet harru dhe për më tepër edhe komuniteti Kavajës i ka pjesëtarët e tij të shumt që janë inkuadru mjaft mirë me njëri tjetrin, janë integru shumë bukur dhe që bashkërisht bashkë me popullsinë tjetër të ardhur, sepse Kavaja ka qenë si thosh Medina shqiptare, porta e hapur. Bashkia e Kavajës mbështeti aktivitetin duke kontribuar në organizimin e këtij manifestimi, që jo vetëm përkujton datën historike të 17 shkurtit, por forcon edhe identitetin dhe lidhjen ndërbrezore me vendin e origjinës. Në përfundim, të pranishmit u bashkuan për të uruar, gëzuar 18 vjetorin e pavarësisë Kosovë. Kryeministri i vendit Edi Rama theksoi rëndësinë e vazhdimit të punës së Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit AKSH gjatë prezantimit të drejtorit të ri Igli Tafa. Ai u ndal veçanërisht tek ish-drejtoresha Mirlinda Karçanaj duke shprehur besimin se ajo do të dalë pastër nga hetimet, ndërsa vuri në dukje rëndësinë e respektimit të vlerave dhe kontributeve të saj në institucion. Kryeministri Edi Rama vizitoi sot Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, ku prezantoi drejtorin e ri Igli Tafa dhe dha mesazhe mbështetje për punojësit e institucionit. Në fjalën e tij, Rama u ndal në situatën e ish-drejtoreshës Mirlinda Karçanaj, e cila aktualisht po përballet me hetime, duke theksuar se ajo ndodhet në një kalvar nga i cili beson se do dalë pastër, por ky proces i takon drejtësisë. Jam i pikulluar për gjithçka ajo po kalon në radhë të parë për agresionin barbar të portaleve dhe të rrjeteve të dhunës verbale që e asociojnë me gjërat cilat nuk kanë asnjë lidhje me lindën. Natyrisht që si gjithmonë edhe në këtë rast unë nuk hy në meritën e çështjes në fjalë, nuk kam dieni për detaje që lidhen me aktivitetin e atyre kompanive të përfshira në një hetim, por unë kam dieni për faktin që Linda është një nën e vetme me 2 fëmijë, ka një karrierë nga më të shkëlqyrat në shërbimin publik. I them gjitha këto në respekt të një personi që për faktin se ndodhet sot në një kalvar nga ku unë dua të besoj me gjithë zemër që do të dali e pastër, por në të gjitha rastet nuk më takon mua ta them të gjë, i takon drejtësisë, ama kjo nuk do të thotë që ti hidhen poshtë vlerat që ka krijuar dhe ti hidhet poshtë revolucionin që ka udhëhequr së bashku
me të gjithë ju këtu. Në një mesazh më të gjerë për sistemin e drejtësisë, Rama theksoi rëndësinë e prezumimit të pafajësisë dhe të transformimit të drejtësisë drejt një sistemi të drejtë, të barabartë dhe funksional. Ai shtoi se pavarësisht kostove dhe sfidave, drejtësia do të dalë në fund. Jetojmë në një fazë të historisë sonë kur po ndodh një tjetër revolucioni i transformimit të sistemit drejtësisë nga një kalpsirë e gjallë në një sistem drejtësie të drejtë, të barabartë dhe funksional. Jemi shumë larg prej kësaj të fundit, por rruga është pa kthim. Në këtë revolucion ne jetojmë një fazë kur nuk është prezumimi pafajësisë ai që udhëheq veprimtarinë e të gjithë atyre që duhet ta transformojnë këtë sistem në një sistem të drejtë dhe demokratik, po është prezumimi i fajësisë. Kryeministri njoftoi gjithashtu ndërhyrje ligjore për të rritur pagat e punojësve të Akshit, me qëllim që institucionet të mos i konkurrojnë kompanitë private dhe të mbetet një entitet i qëndrueshëm në shërbim të qytetarëve. Në fund, drejtori i ri Igli Tafa dërgoi 2 mesazhe kryesore: mbështetje të plotë për punojësit e Akshit dhe siguri për qytetarët, si dhe shërbimet e institucionit do të forcohen dhe vazhdojnë të jenë besueshme. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka konfirmuar votën kundër opozitës ndaj amendamentit të paraqitur nga socialistët në Kuvendin e Shqipërisë. Sipas tij, ndryshimet synojnë të heqin gjyqësorit të drejtën për të pezulluar funksionar të lartë. Ai akuzoi drejt për drejt Edi Ramën për kapje të institucioneve dhe paralajmëroi reagim qytetar. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dalë sërish kundër amendamentit të propozuar nga mazhoranca socialiste në kodin e procedurës penale, i cili parashikon kufizimin e kompetencës së gjykatave për të pezulluar nga detyra presidentin, kryeministrin dhe ministrat. Sipas Berishës, kjo nisëm cënon ndarjen e pushteteve dhe dobëson kontrollin e drejtësisë mbi zyrtarët e lartë, duke i ofruar sipas tij mbrojtje politike qeverisë. Edi Rama duhet t'jap me njërë dorëheqjen. Ai po konsumon çdo orë, çdo ditë që qëndron në detyrë grushtin e shtetit brenda shtetit. Në një akt antikushtetues, tepër të rrezikshëm, ka paraqitur amendamentin Rama-Lubia, Rama-Balluku, me të cilin kërkon t'i jap ministrit, t'i jap zëvendës kryeministrit dhe kryeministrit atë mbrojtje që kushtetuta nuk ja ka dhënë. Mirë po, ka një parim themelor të sankcionuar në frymen dhe gërmen e kushtetutës, sipas të cilit, për funksionet kushtetuese të organeve, atë që nuk ka dashur të bëj kushtetuta, nuk mund ta bëj ligji. Berisha theksoi se opozita përshqyrton të gjitha rrugët ligjore dhe politike për të kundërshtuar këtë ndryshim, përfshirë edhe dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese të Shqipërisë. A do shkojnë gjykatë kushtetuese apo në kryengritjen paqësore, kjo do diskutohet. Por ne jemi të përkushtuar në organizimin e kryengritjes paqësore të qytetarëve shqiptar, të cilët kanë një shkallë zemrimi të pakufishëm. Në deklaratën e tij, kreu i demokratëve shtoi edhe akuzat të tjera ndaj kryeministrit, duke e cilësuar nismën si përpjekje për të shmangur përgjegjësinë ligjore dhe për të mbrojtur bashkëpunëtorët e tij politik. Ai thot se Lubia dha 3 herë dorëheqjen. Aty e zbuloi veten. Nuk e lejoj se do e marr me vete. Kaq, u faktua ajo që kemi thënë dhe e dim që Lubia bëhet pentito. Me akuza ju përgjigj qëndrimeve që kryeministri bëri për Akshin ndaj ish drejtueses së këtij institucioni, Mirlinda Karçanaj. Pranoj dhe mbrojtja që i bën ai Mirlindës është mbrojtja që i bën lindës së Surrelit dhe është absolutisht dëshmi e implikimit të tij të thellë familjar në aferën e Aksh. Po, është implikim direkt i tij. Në fund, Berisha i përsëriti kërkesën e Ramës për dorëheqje duke paralajmëruar se në të kundërt opozita do të intensifikojë reagimin qytetar, duke përmendur datën 20 shkurt si moment mobilizimi kombëtar. 20 shkurti është dita e kryengritjes më të madhe paqësore në histori, që e pret çdo shqiptar, por që e presin mbar vendet demokratike të Europës dhe të botës. Faleminderit. Ndryshimet ligjore pritet të votohen në parlament, ndërsa debati mes mazhorancës dhe opozitës mbetet i ashpër për rolin e drejtësisë dhe balancën mes pushteteve. Kryeparlamentari Niko Peleshi priti në kryesinë e Kuvendit të Shqipërisë Nancy Van Horn, e ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara, ku diskutuan mbi partneritetin strategjik, mbrojtjen dhe sigurinë. Peleshi vlerësoi gjithashtu
rolin e Shqipërisë si aleate e besueshme e NATO-s dhe kontributin e saj në stabilitetin rajonal dhe global. Takimi u zhvillua një ditë pas depozitimit nga kryeministri Edi Rama të ndryshimeve në kodin e procedurës penale. Në kryesinë e Kuvendit të Shqipërisë, Nancy Van Horn, e ngarkuarja me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zhvilloi një takim të drejtë për drejtë me kryeparlamentarin Niko Peleshi. Në përfundim të bisedës, Peleshi theksoi se fokusi i takimit ishte konsolidimi i partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe SBA-s, me theks të veçantë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Me të ngarkuarën me punë të SBA-ve, diskutuan mbi partneritetin strategjik mes Shqipërisë dhe SBA-s, veçanërisht në fushat e sigurisë dhe mbrojtjes. Si aleate besueshme e NATO-s, Shqipëria mbetet e angazhuar për të kontribuar në paqen, sigurinë dhe stabilitetin rajonal dhe global, duke forcuar më tej rolin në arkitekturën euroatlantike të sigurisë. Takimi i Varnorën erdhi një ditë pas depozitimit nga kryeministri Edi Rama i ndryshimeve në kodin e procedurës penale që kufizojnë mundësinë e gjykatave për të pezulluar nga detyra 7 funksionarë të lartë, përfshirë ministrat, presidentin, kryeministrin dhe zëvendëskryeministrin. Një ditë më parë, kryeparlamentari Peleshi kishte firmosur gjithashtu urdhrin për mbledhjen e Këshillit mbi kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të ministres Belinda Balluku, duke vendosur këtë temë gjithashtu në agjendën e institucioneve. Takimi midis Van Horn dhe Peleshit theksua në rëndësinë që Shtetet e Bashkuara japin konsolidimit të sigurisë dhe mbrojtjes në Shqipëri, duke forcuar bashkëpunimin strategjik dhe angazhimin e vendit në institucionet euroatlantike. Prokuroria e posaçme ka dhënë pretencat për të akuzuarit e dosjes 5D, ku ish drejtorët e Bashkisë së Tiranës dyshohen për organizimin e garave fiktive me tendera. SPA kërkoi dënime deri në 11 vite burg dhe ndalimin e ushtrimit të funksioneve publike për disa prej të akuzuarve. Përveç dënimeve penale, prokuroria kërkoi konfiskimin e kompanisë 5D dhe pasurive të tjera të lidhura me të akuzuarit. Prokuroria e posaçme ka bërë publik sot pretendimin e saj për dënimet në dosjen 5D, e cila përfshin disa ish drejtorë të Bashkisë së Tiranës dhe shtetas të tjerë të akuzuar për organizimin e garave fiktive me tendera publik. Më konkretisht, për Edi Mollën, ish drejtori i Usillës Kanalizimeve Tiranë, SPA kërkoi 11 vite burg dhe 5 vite ndalimi të ushtrimit të funksionit publik. Ish drejtori i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, Mariglen Qato, u përball me kërkesën për 9 vite burg dhe 5 vite burg ndalim të ushtrimit të funksioneve. Ndërkohë që ish drejtori i punëve publike Taulan Tushau përfshihej në kërkesën për 4 vite burg. Për 4 të akuzuarit të tjerë, prokuroria kërkoi në total 15 vite burg. Pretencat përfshin gjithashtu masat e konfiskimit. SPA ka kërkuar sekuestrimin e kompanisë 5D, si dhe një truall dhe pasuri të tjera të lidhura me të akuzuarit ose personave të afërt me ta. Dosja 5D është një nga çështjet më të rëndësishme të hetimit të korrupsionit në Bashkinë e Tiranës, duke nxjerrë në pa përdorimin e funksioneve publike për përfitime personale përmes manipulimeve të tenderave. Vendimi përfundimtar i gjykatës pritet të japë edhe masat konkrete për dënimet e të akuzuarve dhe konfiskimin e pasurive të përfshira. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kërkuar 1 vit e 6 muaj burg për Majlinda Bufin, kryebashkiake e Roskovecit, për shkak të gjykimit të shkurtuar. Dënimi zbret në 1 vit dhe pritet të konvertohet në shërbim prove 2 vjeçar. Ajo akuzohet për përdorim të funksionit publik për interesa politike dhe ndaj shtetarit. Prokuroria e posaçme ka paraqitur pretencën në gjykat duke kërkuar shpalljen fajtor të kryebashkiakes së Roskovecit, Majlinda Bufi, për veprën penale përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Sipas organit akuzës, ajo ka shfrytzuar pozitën zyrtare për të ndikuar në vullnetin politik të një qytetari në prag të zgjedhjeve vendore të 14 maj 2023. Hetimet kanë dokumentuar një bisedë të zhvilluar në ambientet e bashkisë ku Bufi dyshohet se i ka kërkuar qytetarit të mos merrte pjesë në procesin zgjedhor dhe të mos angazhohej në forcat politike kundërshtare. Sipas prokurorisë, gjatë komunikimit janë përdorur edhe forma presioni duke i përmendur mundësinë e shëmbjes së banesës së tij me argumentin se konsideroi ndërtim pa leje. Në dosje theksojnë se këto deklarime janë interpretuar si kërcënim i drejtë për drejtë me synim ndikimin e sjelljes elektorale të qytetarit. Po ashtu, sipas akuzës, kryebashkiakja ka shprehur pakënaqësi për qëndrimin e tij në mbështetje të kandidatit opozitës, duke e lidhur këtë me përfitime apo pasoja që mund të kishte një administratë vendore. Prokuroria ka kërkuar një
dënim për 1 vit e 6 muaj burg, po për shkak të procedurës së gjykimit të shkurtuar, masat përfundimtare zbret në 1 vit. Ky dënim pritet të konvertohet në shërbim prove për 2 vite, çka nuk kupton se bufi nuk do të vuajë dënim më burg, por do të jetë në mbikëqyrje ligjore gjatë kësaj periudhe. Çështja pritet të vendoset nga gjykata, e cila do të shqyrtojë provat dhe argumentet e palëve përpara shpalljes së vendimit përfundimtar. Gjykata e Tiranës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 22 vjeçarin Erisail Dojgjuta, të dashurin e 18 vjeçares Natalia Murati, e cila u plagos me armëzjarri në dhomën e hotelit në Sauk. Familjarët e Gjutës janë të përfshirë në hetime, disa prej tyre janë liruar me detyrim paraqitjeje, ndërsa disa të tjerë janë ende në kërkim. Ngjarja ndodhi me 14 shkurt dhe hetimet për zbardhjen e plotë të saj vijojnë. Gjykata e Tiranës ka vendosur që të mbajë në burg Erisail Dojgjutën, 22 vjeç, të cilët ju atribuohet vepra penale, moskallëzim krimi, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe mbajtje pa leje e armëve shpërthyese dhe municionit, të kryera në bashkëpunim. Ai është i dyshuar për ngjarjen ku e dashura e tij, 18 vjeçare Natalia Murati, u plagos me armëzjarri në gjoks në 14 shkurt në dhomën e hotelit të tij në zonën e Saukut, ndërsa familjarët e tij ndodheshin në katin e parë të objektit. Nga hetimet e deri tanishme rezulton se xhaxhai Erisail Dojgjutës, Vladimir Gjuta dhe nëna e tij, Mirvete Gjuta, janë liruar në masën e sigurisë detyrim paraqitje, ndërsa babai i saj Mir Gjutës dhe kushëriri Elvir Gjuta, 24 vjeç, janë ende në kërkim nga policia. Të dy janë të dyshuar për vepra penale, moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Ngjarja ka shkaktuar shqetësim në komunitetin lokal, ndërsa autoritetet vijojnë hetimet për të sqaruar rrethanat e plota të incidentit dhe për të përcaktuar rolet e të gjithë personave të përfshirë. Eci me të tjera informacione, dhomat e specializuar të Kosovës në Hak kanë caktuar datën 27 shkurt për deklaratat hyrëse në gjyqin ndaj Hashim Thaçit dhe 4 bashkëpunëtorëve të tij të akuzuar për pengim të drejtësisë. Prokuroria pretendon se janë bërë përpjekje për të ndikuar dëshmitarët dhe për të zbuluar informacione konfidenciale të procesit. Të gjithë pandehurit i kanë mohuar akuzat. Një tjetër kapitull gjyqësor hapet në Hag prish drejtuesit e lartë politikës dhe të sigurisë në Kosovë. Dhomat e specializuara kanë njoftuar se në fund të muajit do të nisin zyrtarisht deklaratën hyrëse për çështjen që lidhet me dy dyshimeve për ndërhyrje në procesin e drejtësisë. Përveç Hashim Thaçit, në bankën e të akuzuarve do të paraqiten dhe Bashkim Smakaj, Isnik Ilaj, Fadil Fazliu dhe Hajredin Kuçi. Sipas aktakuzës, gjatë periudhës prill-nëntor 2023, ata dyshohet se kanë tentuar të ndikojnë te dëshmitarët e thirrur nga prokuroria në çështjen kryesore për krime lufte, duke synuar ndryshimin e dëshmive ose sigurimin e të dhënave të ndjeshme që lidhen me hetimet. Organi i akuzës pretendohet se janë ndarë informacione konfidenciale dhe janë dhënë udhëzime për kontakte me persona të përfshirë në proces, veprime që konsiderohen si pengim i drejtësisë. Aktakuza është konfirmuar në fund të vitit 2024, ndërsa të 5 të pandehurit janë deklaruar të pavajshëm para trupit gjykues. Pas deklaratave prezantuese, prokuroria pritet të paraqesë provat që sipas saj mbështesin akuzat, ndërkohë Thaçi vijon të përballet paralelisht dhe me një proces tjetër për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit së bashku me ish-drejtues të tjerë të ushtrisë lirimtare të Kosovës si Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi, të cilët gjithashtu i kanë hedhur poshtë akuzat. Në këtë çështje të dy deklarata përmbyllëse janë mbajtur tashmë me mbrojtjen që argumenton mungesën e provave të mjaftueshme, ndërsa prokuroria ka kërkuar shpalljen fajtor të akuzuarve. Vendimi përfundimtar pritet të merret brenda 3 muajve me mundësi shtyrje nëse gjykata e vlerëson të nevojshme. Proceset në Hag vijojnë të mbeten ndër më të ndjeshmet për opinionin publik në Kosovë, pasi prekjen drejt për drejt figurat kryesore të luftës dhe të shtetformimit. Në Washington do të zhvillohet me 19 shkurt mbledhja inauguruese e Bordit Paqes, një nismë drejtuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Nga Shtëpia e Bardhë pritet të shpalljen e angazhimeve financiare miliardashe për ndihmat humanitare dhe rindërtimin e Gazës. Në këtë tryezë të marrin pjesë dhe 10 shtete, mes tyre dhe Shqipëria dhe Kosova.
Administrata amerikane po përgatitet për nisjen zyrtare të një strukture të re ndërkombëtare që synon të koordinojë përpjekjet për paqe dhe stabilitetin në zonat e krizave globale. Takimi i parë i Bordit të Paqes do të mbledh delegacione nga më shumë se 20 vende, ndërsa pritshmëritë janë që gjatë ceremonisë të konkretizohen edhe angazhime të rëndësishme financiare. Presidenti Trump ka lënë të kuptohet se do të prezantojë një paketë të konsiderueshme ndihmash që ka vlerën e rreth 5 miliard dollarëve, të destinuara për emergjencat humanitare dhe projektet e rindërtimit në gaz. Sipas tij, kjo platformë ka potencial të gjerë për të ndikuar në zgjedhjet e konflikteve dhe për të ndërtuar ura bashkëpunimi mes vendeve partnere. Pjesë e nismës do të jetë edhe Edi Rama, i cili është nisur drejt Shteteve të Bashkuara pas një ftese të drejtë nga presidenti amerikan. Në podcastin Flasim, ai theksoi se Shqipëria synon të kontribuojë me reputacionin dhe besueshmërinë ndërkombëtare, pa pasur detyrime financiare për antarësim fillestar në bord. Rama kujtoi se kishte marrë një ftesë edhe për ceremoninë e parë të zhvilluar në Davos të Zvicrës, por nuk kishte mundur të merrte pjesë. Në mesin e vendeve themeluese rënditet edhe Kosova, e përfaqësuar nga presidenti Vjosa Osmani, duke pozicionuar vendin si pjesë aktive të iniciativave ndërkombëtare për paqe dhe siguri. Sipas organizatorëve, ftesat janë dërguar në mbi 50 shtete dhe pjesëmarrësit do të kenë një mandat 3 vjeçar. Pas kësaj periudhe, vendet mund të aplikojnë për status të përhershëm në bord, që parashikon edhe një kontribut të lartë financiar. Struktura do të mbështetet nga një bord ekzekutiv me figura të njohura të diplomacisë dhe politikës ndërkombëtare, përfshi senatorin Marco Rubio dhe ish-kryeministrin britanik Tony Blair. Nisma shihet si një përpjekje për të koordinuar më mirë veprimet globale në menaxhimin e krizave dhe për të krijuar mekanizma të qëndrueshme stabilizimi. Takimi i 19 shkurtit pritet të shërbejë si piknisje për planet konkrete ku përveç Gazës do të diskutohen edhe modele të reja bashkëpunimi për rajonet të prekura nga konfliktet. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 18 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja vijon me intervale të gjata me diell dhe vranësira shumë të pakta në disa zona të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:25 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 4 deri në 10 gradë Celsius. Kukës 1 deri në 6 gradë Celsius. Peshkopi -2 deri në 2 gradë Celsius. Tiranë 5 deri në 11 gradë Celsius. Durrës 5 deri në 12 gradë Celsius. Kavaj 2 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan 4 deri në 10 gradë Celsius. Berat 3 deri në 10 gradë Celsius. Korç -3 deri në 4 gradë Celsius. Vlorë 7 deri në 12 gradë Celsius. Gjirokastër 2 deri në 9 gradë Celsius. Sarand 5 deri në 13 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 18 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit kryesisht të qëndrueshëm me intervale me diell dhe vranësira të lehta në disa zona. Paraditja do të jetë e ftohtë me ngrica në disa zona, ndërsa pasditja sjell kthjellime më të gjata. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 8 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond.
Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë I ullët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:21 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic, 0 deri në 4 gradë Celsius. Podujev, -3 deri në 4 gradë Celsius. Kënderaj, -1 deri në 5 gradë Celsius. Pej, -3 deri në 3 gradë Celsius. Prishtinë, 0 deri në 4 gradë Celsius. Gjakov, 0 deri në 8 gradë Celsius. Malishev, 0 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan, -2 deri në 5 gradë Celsius. Perizaj, -2 deri në 6 gradë Celsius. Kaçanik, 0 deri në 4 gradë Celsius. Suharek, 1 deri në 7 gradë Celsius. Prizren, -2 deri në 6 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në programacionin e Drita Televizion, bashkë mirë takofshim në edicionin e ardhshëm.